Rinjt thjesht bashkëpunojnë në rajonin e Ballkanit Perëndimor shumë më tepër se sa që kanë bashkëpunuar më përpara. Me pasjen e mundësive për mobilitet, për lëvizje, për shkëmbim të ideve, atë që e ofron në moment Rajkoja, të rinjt japin një impuls të ri në politikbërje në Ballkanin Perëndimor. Ajo që është interesante se të rinjt kanë më tepër informata tani dhe më tepër janë të vetëdijshëm për atë se çka ndodh në rrethin e tyre. Pa ajo edhe më interesantja është fakti se të rinjt kanë diçka të përbashkët në rajon. Ata vërejnë se kanë probleme të përbashkëta, ata vërejnë se kanë interese të përbashkëta. Në të njëjtën kohë, të rinjt, sipas analizave tona, po edhe pyetësorëve, të rinjt tregojnë një gatishmëri për të ndihmuar liderët në avancimin e proceseve integruese në Unionin Evropian. Edhe pse të rinjt tregojnë se 52% për shembull sipas hulumtimit ton kanë dëshirë të dalin jashtë nga Ballkani Perëndimor, në të njëjtën kohë, duke qenë të vetëdijshëm se nuk funksionojnë për shembull institucione shtetërore, shumica e institucioneve shtetërore ka probleme kryesisht me institucione që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, gjyqësia, drejtësia etj. Ata në të njëjtën kohë vërejnë se ka edhe probleme lidhur me shëndetësinë, me edukimin, me papunësimin si një problem kryesor.